Mediat nuk janë vetëm pasqyrë e kohës, por edhe pararendëse të rrugëve të së ardhmes. E tillë ka qenë gazeta Flaka e Vllazërimit, e cila shënon 80 vjet nga themelimi i saj. Për të shënuar këtë përvjetor, Biblioteka e Tetovës organizoi një ekspozitë të veçantë ku prezantuan numra historik, fotografi dhe materiale arkivore që pasqyrojnë rrugtimin e kësaj gazete ndër dekada. Të pranishëm ishin shumë emra dhe pena të shquara, gazetarë dhe bashkëpunëtorë të Flakës, familjarë të gazetarëve që kanë dhënë kontributi jashtëzakonshëm, por që tani nuk janë më në mesin tonë. Me këtë rast, përveç ekspozitës, lidhur me rolin dhe rëndësinë e kësaj gazete ndër vite, fjalën e morën Recep Zlatku, kryeredaktor i Flakës, dhe Luljeta Isaku, profesoreshe gjuhës shqipe, njëkohësisht dhe e bija e shkrimtarit Murat Isaku. Kryetari i Komunës së Tetovës, zoti Bilal Kasami, pas fjalës së rastit në fund bashkë me drejtorin e bibliotekës, zotin Binaz Pajaziti, për të gjithë ata që kanë qenë pjesë të së përditshme së Flaka, ndan nga një mirënjohje. E mirënjohje u ndan për Murat Isakun, Mahin Esimin, Nazif Zejnullahun, Alush Kamberin, Faik Mustafën, Recep Zlatkun, Numan Sallajin, Saubi Demirin, Zeqiria Recepin, Reshat Qahilin, Niazi Muhamedin, Daud Dautin, Artan Arslanin, Abdulnaser Sinanin, Zeqiria Ismailin dhe Shaip Mërllaun. Po ashtu pjesë e Flakës kanë qenë edhe shumë intelektual të tjerë, po ashtu dhe drejtues të saj, si Petro Janura, Fejzi Bojku, Abdulhadi Zylfiqari, Faik Mustafa, Zeqiria Recepi, Daud Dauti. Si pjesë e rëndësishme, po ashtu kanë qenë edhe intelektualët si Gjabir Ahmeti, Ali Aliu, Halil Zendeli, Shkëlzen Halimi, Nazif Zejnullahu, Mijait Pollozhani, Tahir Zajazi, Gjeladin Murati, Mustafa Peza, Enver Shala, Abdurrahman Kurtishi e shumë të tjerë. U fol po ashtu edhe për digitalizimin e Flakës që pretendohet të vijë si rezultati vullnetit të mirë të punonjësve të këtij institucioni që mbajnë sektorin e gazetave.